pacientëve me sëmundje tumorale që janë bërë gjithmonë më prezente në jetën e vendit dhe faktikisht është një tendencë botërore që ka një rritje shumë agresive të kancerit në përgjithësi. Dhe për këtë kemi vendosur një fond të posaçëm plus prej 15 milion eurosh si fillim, në ndërkohë që kemi filluar punën për dy gjëra. Pari, krijimin e Institutit Kombëtar të Tumoreve në Shqipëri dhe nga ana tjetër rrjedhimin e sistemit të shërbimit të kimioterapisë edhe në një sër spitalesh tjera për të ulur fluksin shumë të madh që ka spitali këtu në Tiranë dhe për të rritur ndjeshëm kapacitetin e shërbimit. Në ndërkohë janë një sër programesh të reja falas që futen në proces, që nga shërbimi i trombektomisë tek rekonstruksioni i gjirit për si fillim 350 paciente, transplanti i kornesë së syrit dhe do të vijohet me paketat e reja të kardiologjisë, të kardiokirurgjisë, transplantit veshkës dhe kështu me radhë. Në ndërkohë duhet të them që ka vazhduar rritja e pagave të punojësve të shëndetësisë dhe është marrë një vendim i ri për të filluar edhe njohjen e vjetërsisë në punë të mjekëve dhe infermierëve, gjë që do të rrisë patjetër edhe shpërblimet e tyre sipas viteve të vjetërsisë në punë. Në tërësi parashikohet që pagat